Të gjithë binjakët ndajnë një lidhje të veçantë, por Ana dhe Lucy vendosnin ta çojnë atë në një nivel krejtësisht të ri. Ata nuk ndajnë vetëm ADN-n identike, por gjithashtu ndajnë të njëjtin të fejuar. Tani ato po planifikojnë të çojnë lidhjen e tyre dhe më tej duke mbetur shtatzanë të njëjtën kohë. A ka ndonjë gjë nga këto motra të pandashme që nuk e kanë bërë bashk? Emërtoje dhe ka shumë mundësi që ato të kenë përjetuar tashmë krah për krah. Lindur më 19 korrik 1986 në Perth, Australi, Ana dhe Lucy Desai kanë vetëm një motër tjetër, një gjysmë motër më të madhe të quajtur Vana, e cila është 12 vjet më e madhe se ato. Nëna e tyre kujton se kishte një lindje relativisht të lehtë me binjaket që erdhën në jetë vetëm një minutë larg njëra tjetrës. Lucy, më e madhja nga të dyja, ka qenë pranë Anës që nga lindja dhe të dyja kanë mbetur të pandashme që atëherë. Edhe nëna e tyre nuk mund ta kishte parashikuar se sa afër do të bëheshin Ana dhe Lucy. Binjaket pranojnë se përjetojnë ankth ndarjeje duke mos dëruar dot të jenë larg njëra tjetrës për shumë kohë. Kaq e thellë është lidhja e tyre. Pavarësisht kritikave nga drejtime të ndryshme për zgjedhjet e tyre të pazakonta, ato mbeten të patundura, duke qëndruar besnike ndaj vetes dhe lidhjes së tyre unike. Lucy e tha thjesht: "Nëse nuk e pranon, nuk do të jesh pjesë e jetës sonë. Kushdo që na takon, e di që ne duam të jetojmë si një person i vetëm." Binjaket njohin trollët dhe kritikët në internet, por mbetet të patundura. Njerëzit mund të kenë opinionet e tyre, por në fund të ditës ne nuk po dëmtojmë askënd. Unë jam krenare për këtë marrëdhënie të bukur. Por Ana dhe Lucy, ato janë një dhe e njëjta gjë. Çfarë bën njëra, tjetra duhet ta pasqyrojë. Ato e referojnë vetes si shpirtra binjak dhe nuk mund të mos bien dakord me to. Por, çfarë ndodh me partnerët meshkuj? Si përfunduan duke ndarë të njëjtin burr? A kishin ndonjëherë partner të ndryshëm? Mendoj se do ta zbulojmë së shpejti. Binjaket gjithmonë veshin të njëjtat rroba dhe kur nuk bien dakord për çfarë të veshin. Ndryshe nga shumica e binjakëve që veshin të njëjtë fustan vetëm kur ishin ndonjë fëmijë dhe sepse prindërit i detyronin, këto motra duan të veshin të njëjtën gjë. Të dyja kanë ditë kur është radha e tjetrës të zgjedh rrobat që do të veshin, kështu që do të falesh nëse nuk mund t'i dallosh. Në fund të fundit, ato janë binjaket më identike në botë pas konkursit që u dha atyre çmimin në Japoni. Ana dhe Lucy gjithmonë flenë në të njëjtën dhomë dhe nëse njëra duhet të lahet, tjetra duhet të ndjek gjithashtu. As edhe nevoja për të bërë numri 2 nuk i mban larg. Ana tha: "Kur ajo shkon në tualet, unë shkoj me të. Kur ajo bën dush, unë shkoj me të. Emërtoje dhe ne e bëjmë, nuk kemi kur larg, nuk mendoj se funksionojnë pa njëra tjetrën. Ne kemi ankth ndarjeje, jemi të lidhura me njëra tjetrën. Ne bëjmë gjithçka bashk. Kur nuk jemi më shumë se disa metra larg. Ne punojmë bashk, ndajmë gjithçka. Sa shumë e duan njëra tjetrën, kjo nuk do të thosë se nuk kanë mosmarrveshje. Ato debatojnë çdo ditë, por për gjëra të vogla. Gjithashtu nuk u merr shumë kohë për t'u pajtuar. Gjithashtu e rëndësishme për to është që të jenë të njëjta në matësi dhe të mbajnë fizikun e tyre elegant. Prandaj, ato matin dhe gjithmonë sigurohen që të hanë të njëjtën sasi ushqimi për të pasur figura trupore identike. Megjithatë, ato gjithashtu kanë një çrregullim ushqimor. Ne ham vetëm një herë në ditë dhe e dim që kjo është keq. Vjen nga nëna jon. E dim që është e pashëndetshme, por ne ham vetëm natën. Australianet gjithashtu shpjegojnë se janë të varura nga stërvitja, pasi kalojnë 6 orë çdo ditë në palestër. Binjaket patën një fëmijëri të vështirë sepse u pëlqente të bënin gjërat bashkë ndryshe dhe kjo ishte diçka që shumë nga shokët e klasës nuk e kuptonin. Në vend të kësaj, ato u tallshin nga bashkëmoshatarët dhe kjo mund të ketë kontribuar në çrregullimin e shëndetit mendor. Binjaket fraternale vuanin nga çrregullimi dismorfik i trupit, BDD. BDD është një sëmundje mendore që përfshin një fokus obsesiv ndaj një defekti të perceptuar në pamje. Ky çrregullim ndikon në vetbesimin e tyre për shumë vite. Vajzat thanë se kishte ditë kur rrinin brenda dhe shikonin pasqyrën për orë të tëra. E kishin të vështirë të shoqëroheshin sepse nuk u pëlqente si dukeshin. Gjatë kësaj periudhe, ato urrenin të bënin fotografi dhe krahasoheshin me të tjerët që mendonin se dukeshin më mirë se ato. Ana dhe Lucy shpjeguan se u deshën vite për të mposhtur sëmundjen dhe për të marrë kontrollin e jetës së tyre. Dyshja tani është e sigurt në vetvete dhe janë bërë yje të reality TV-s.
Ato tani japin intervista dhe janë gjithashtu influencuese në mediat sociale. A nuk është kjo e manitshme? Ato kanë mësuar të mos lejojnë opinionet e të tjerëve të përcaktojnë jetën e tyre dhe në vend të kësaj bëjnë atë që i bën të lumtura. Një vendim i tillë ishte kirurgjia plastike. Dyshe dëshiron të duken njësoj, kështu që marrin të njëjtat përmirësime kozmetike. E vetmja procedurë kirurgjikale që kemi pasur janë implantet e gjoksit. Kemi pasur mbushës buzësh, tatuazh vetullash dhe peeling të lëkurës, por vetëm kirurgji në gjoksin ton. Ato kanë shpenzuar mbi $179,000 për procedura kozmetike në dekadën e fundit. Po për jetën e tyre të dashurisë, në të kaluarën binjaket më identike në botë kanë pasur partnerë të ndryshëm. Megjithatë, ato e kuptuan se ajo që funksionon për të tjerët nuk funksionon për to. Kemi pasur të dashur të ndarë në të kaluarën dhe nuk ka funksionuar sepse ata përpiqeshin të na ndanin. Në vend të kësaj, vajzat vendosën të kenë një të dashur. Përmes një miku të përbashkët, vajzat takuan Ben Burr në Facebook dhe treshja ka mbetur bashkë që atëherë. Ata pritën 6 muaj para se të takoheshin përfundimisht dhe padyshim ja vleti pritja. Ana tha: "Natën e parë që e takuam, të dyja e puthëm atë. Ishte mrekullueshme që nga fillimi. Ne thjesht u lidhëm me një herë. Është shumë më e lehtë për ne të ndajmë një të dashur. Nuk më pengon që ai vjen të puth Lusin, sepse pastaj do të më puth mua. Ai na trajton në mënyrë të barabartë. Ai e di që çfarëdo që i bën njërës binjake ja bën dhe tjetrës. Ai e kupton lidhjen tonë dhe nuk na gjykon. Kështu ka qenë që nga dita e parë. Nuk ka pasur kurrë xhelozi. Nuk e di si kemi pasur ndonjëherë të dashur të ndarë. Njerëzit mund të na gjykojnë si të duan, kjo është mënyra se si funksionojmë për ne. Vetëm që ta dini, thënia 2 është shoqëri, 3 është turm, nuk vlen për këtë marrëdhënie. Por çfarë mendoni? Ben është gjithashtu binjak. Mekaniku 40 vjeçar është një binjak paternal dhe vajzat shpjegojnë se ndoshta kjo është arsye pse ai kupton ato më mirë se shumica e njerëzve. Jemi me njëri tjetrin 24 në 7, unë dhe motra ime. Është thjesht më lehtë të ndajmë një të dashur sepse jemi gjithmonë bashkë. Nuk është e vërtetë e çuditshme për ne. Kemi një të dashur dhe të tre ne ndajmë të njëjtin shtrat. Por dihen në zemra dhe ëndrat e tyre, ata duan dy të dashura. Ne kemi të njëjtën shije për gjithçka, kështu që natyrisht do të na pëlqente i njëjti djalë. Jemi të gjithë bashkë kur kemi seks. E dinim se disa djem mund ta mendoni si diçka perverse, të dini me binjake dhe të na shihnin si një trofe, kështu që duhet të ishin të sigurta që Ben na pëlqente vërtet të dyjave para se të pranonim ta takonim. Dhe nëse po shikojmë një film, do të mbajmë duart njëra tjetrës, tha Lucy. Ben dhe binjaket kanë qenë bashkë për 10 vite. Ata u fejuan në 2021 kur ai i propozoi në park, por nuk mund të martohen sipas ligjit australian. Poligamia është krim. Në vend të kësaj, binjaket po planifikojnë një mënyrë tjetër për të vullosur angazhimin e tyre. Kur u pyetën se si përballon të ketë dy të dashura, Ben tha: "Është hera ime e parë me dy të dashura, të jemi sinqert. Është shumë e vështirë sepse gjithçka duhet të jetë 100% e barabartë." Ata pranojnë se në fillim ishte sfiduese, por tani kanë mësuar ta menaxhojnë. Ndonjëherë kjo heq spontanitetin nga gjërat, por kështu duhet të jetë. Ana dhe Lucy tani kanë vendosur synimin për të mbetur shtatzënë në të njëjtën kohë. Qëllimi i tyre nuk është thjesht të jenë nëna. Ato duan të jenë nëna për fëmijët e njëra tjetrës, duke ndarë çdo aspekt të mëmësisë ashtu siç bëjnë në gjithçka tjetër. Binjaket imagjinuan fëmijët e tyre të ardhshëm duke u rritur me 2 nëna dhe 1 baba. Ato i thanë nënës së tyre: "Ne do të kujdesemi për foshnjat e njëra tjetrës. Do të mendoja se ç'është e imja është e jotja dhe ç'është e jotja është e imja. Kështu do të jetë. Ky është fëmia ime, ai është fëmia e yt, ne do t'i ndajmë." Si hyje të reality TV-s, ato e kuptojnë se të mbeten shtatzënë në të njëjtën kohë mund të jetë sfiduese, por kjo nuk i ka ndaluar nga përpjekjet. Ana shpjegoi: "Nëse unë mbetem shtatzan, Lucy do të duhet të mbetet shtatzan menjëherë. Trupat tanë duhet të jenë të njëjtë. Ne patjetër do të përpiqemi ta bëjmë këtë të ndodhë. Megjithatë, binjaket nuk po përpiqen për fëmijë ende. Ne i duam fëmijët dhe ata na duan ne, por tani nuk është koha e duhur, shtoi ajo. Edhe sikur të ndiqnin procedurën in vitro, ato do ta bënin bashkë për të siguruar që përvoja e tyre të mbetet identike. Qasja e Anës dhe Lucyt për të filluar një familje është gjithçka përveç se konvencionale.
Jam vërtet kurioze të di mendimet tuaja për këtë histori, kështu që ju lutem mos hezitoni të ndani mendimet në seksionin e komenteve. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe e gjetët interesante, regjistroni në kanalin ton për më shumë përmbajtje të ngjashme dhe gjithashtu shpërndajeni videon. Kujdesuni mirë për veten. Takohemi në videon e radhës.